Edhe zyrtarisht këshilltari nga radhët e koalicionit vlen Albi Qamili do të jetë zëvendës kryetari Bilal Kasamit. Kjo është bërë ditur gjatë një preskonference me gazetar në komunën e Tetovës. Me këtë rast, kryetari Kasami deklaroi se këtë vendim e ka marrë në bazë të ligjit për komunat, si dhe statutit të komunës së Tetovës, që i lejon kryetarit emërimin e një zëvendësi në rast mungesës së tij. Ai më tej shtoi se Qamili si zëvendës kryetar në momentet kur do të ushtrojë postin e kryetarit, do t'i vihet në pauzë mandati i tij si këshilltar në Këshillin Komunal, ndërsa për këtë duhet ta njoftoj kreun e këshillit. Bëhet fjalë për këshilltarin e Këshillit Komunal Albi Qamili, i cili është i diplomuar në diplomaci dhe për momentin ndjek studimet master në drejtimin kushtetues. Bëhet fjalë për një ndër aktivistët më të spikatur të rinisë tetovare, i cili ka dhënë një kontribut të rëndësishëm edhe në ndryshimet të cilat kanë ndodhur në komunën e Tetovës. Po ashtu vlerësojmë punën dhe angazhimin e tij edhe në kuadër të këshillit, kështu që për mua si kryetar, duke pasur parasysh edhe angazhimet e mia jo vetëm në komunë të Tetovës, por edhe më gjerë, do të jetë një krah i fuqishëm dhe një lehtësim që komunës Tetovës dhe qytetarëve të saj t'ju shërbejmë pa pasur pengesa dhe vonesa, edhe nga shkaku që përmenda, sepse kam edhe angazhime jashtë, vetë si kryetar kam edhe angazhime tjera politike. Kështu që besojmë që Albi Qamili për këto 4 vite do të jetë një kraj fuqishëm në drejtim të realizimit të projekteve në të mirë të qytetarëve të Tetovës. Zëvendës kryetari i komunës së Tetovës Albi Qamili në prononcimin e tij para mediave tha se këtë detyrë dhe besim që po i jepet do ta ushtrojë me përgjegjësi ndaj komunës dhe të gjithë qytetarëve. Unë ju siguroj se këtë detyrë do ta kryej me përgjegjësi, duke pasur në mendje besimin tuaj, pritshmëritë dhe prioritetet tuaja dhe platformën tonë fituese për kapitullin e 2 për zhvillimin e Tetovës. Kam kënaqësinë që do të kem rastin të kontriboj për një Tetovë edhe më të mirë, edhe më të zhvilluar, më të pastër dhe funksionale, edhe si këshilltar, por tashmë edhe si zëvendës kryetar i komunës. Transformimi i Tetovës, që filloi para 4 vitesh me Bilal Kasamin në krye, duhet të vazhdoj edhe më fuqishëm në mandatin e 2 të kryetarit më të suksesshëm dhe më punëtor që ka pasur Tetova ndonjëherë. Përndryshe në seancën e parë konstituive të Këshillit të Komunës së Tetovës, për kryetar këshilli është zgjedhur Jusuf Abduli, edhe pse bartës liste i koalicionit vlen ishte Albi Qamili.